Sëmundjet seksualisht të transmetueshme vazhdojnë të mbeten një shqetësim serioz për shëndetin publik në mbar botën. Ato mund të prekin çdo, shpesh edhe pa dhënë shenja të dukshme, çka e bën diagnostifikimin dhe trajtimin në kohë edhe më të rëndësishëm. Infeksionet si klamidia, gonorrea, sifilizi, virusi HPV apo HIV po raportohen gjithnjë e më shpesh, ndërsa shumë persona mund të jenë mbartës pa pasur asnjë simptom. Kjo e rrit rrezikun që infeksioni të përhapet pa u vënë re dhe të çojë në komplikime serioze nëse nuk trajtohet me kohë. Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Medika. Sëmundjet seksualisht të transmetueshme janë gjithnjë e më të pranishme dhe shpesh kalojnë pa simptoma të qarta. Në këtë emision do të flasim për mënyrat e transmetimit, shenjat që nuk duhet neglizhuar dhe rëndësinë e testimit të hershëm, sepse informimi drejt është hapi i parë drejt mbrojtjes së shëndetit. Por çka janë saktë këto sëmundje dhe cilat janë më të shpeshtat? Sëmundjet seksualisht transmetuese janë disa llojesh, disa kategori, ato që vinë më tepër në reportin e sëmundjeve infektive janë ato që lidhen me infeksionet e gjithëmbarshme. Domethënë, trajtohet organi i posaçëm, por gjeneza apo marrja e infeksionit kanë qenë rrugët seksualisht transmetuese. Sëmundjet seksualisht transmetuese janë ato që merren përmes raporteve seksuale të pambrojtura nga personat që kanë pas histori pozitive me sëmundje seksuale transmetuese. Në reportin ton gravitojnë më tepër ata që janë me hepatit, sidomos hepatiti B, por janë edhe të tjera të cilat vinë ankesa të ndryshme, edhe në fund të një anamneze, një hulumtimi, qoftë laboratorik apo mënyra tjera diagnostike, vinë në përfundim që rruga e marrjes ka qenë pikërisht kjo mënyrë përmes raporteve të pambrojtura seksuale. Për shembull, hepatiti B është fatbardhësi e jona tash që kemi vakcina që jepën qysh në lindje të këtë posalindurit edhe pritet rezultati akoma gjatë 10 viteve të ardhshme ndoshta me pa rrëmjen e tyre. Përndryshe, njëherë për njëherë nuk kemi rrëmje të numrit të këtyre sëmundjeve. Edhe pse statistika nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik flasin që ka rrëmje, po ai numër nuk mund të na vetë kënaq, shkak se nuk është real. Pasi që shumica apo një numër i konsiderueshëm i pacientëve kërkojnë ndihmë nëpër institucione shëndetësore private. Raportimi nga institucionet shëndetësore private është i mangët. Është shumë i vogël dhe nuk e kemi atë numrin e saktë. Me thonë, në realitet kemi rritje të numrit të këtyre të sëmurve, por vakcinimi, edukimi shëndetësor, informata, sensibilizimi, të cilat vazhdimisht po bëhen nga gjitha instancat, mendoj se do t'jap rezultate, po të cilat nuk mund t'i presim brenda viteve të ardhshme të shkurtra, por për një periudhë më të gjatë, e cila kur nuk është vonë. Janë sidomos ata kura moshat shkollore, çka vjen për shembull, çka është një dukuri e dhimbshme, kur qendra e transfuzionit të gjakut ndërmerr një aksion për me mbledh gjak nga dhurust, nga shkollat e mesme, që janë gjenerata më vitale e jona, edhe nga çdo aksioni i tyre dhuruzve, neve na dalin nga një numër jo shumë i madh, por mjafton edhe që ata janë për të alarmu, edhe vinë me ata aksidentalisht zbulohen se janë të infektuar me hepatit B. Por tash, si e kanë marrë, sepse është inkubacioni të këta të smurë është disa muaj edhe me vite, ose është edhe një kohë të gjatë janë asimptomatik, sikurse që është rasti të këta për shembull, edhe në mënyrë të papritur zbulohen, edhe duhet pasaj trajtimi nëse është i vështirë, zgjat më gjatë edhe rezultatet janë më të vogla. Nëse është fillimi i hershëm, mundësia e ndihmesës tyre është më e madhe. Por te këta, do me thonë, sidomos pikërisht në këto mosha duhet sensibilizimi, si duhet parandaluar këto sëmundje të cilat munden me qenë me pasoja të gjata.
Sipas ekspertëve, vaksinat kundër HPV-s është një nga mënyrat më efektive për të parandaluar infeksionin nga virusi human papillomavirusi, i cili lidhet ngushtë me zhvillimin e kancerit të qafës së mitrës dhe disa llojeve të tjera të kancerit. Ajo rekomandohet kryesisht për vajzat dhe djemt në moshë të re para fillimit të jetës seksuale, por mund të merret edhe më vonë sipas rekomandimit të mjekut. Vaksina tash që është aktuale dhe për të cilën jemi ne në shëndetësi jemi shumë të impresionuar që na ka ardhur vaksina për papillomavirus, e cila prek moshat e reja, moshat rinore, dhe aty janë pasojat po ashtu. Trajtimi i tyre është i shtrejtë, është i gjatë, ndonjëherë është edhe i pasuksesshëm. Por duhet që kjo ardha e vaksinës është e mirë se ardhur, edhe duhet sensibilizu të gjithë ata që janë kandidat për me i marë, apo dhe prindërit të cilët hezitojnë se a duhet fëmijët të vaksinohen, duhet i sensibilizojmë edhe prindërit për anët pozitive të vaksinës, edhe për ardhmërinë e gjeneratave të reja. Ligjëratat informuese që kohëve të fundit u organizuan nga Action for Mothers and Children në përshkolla synojnë të rrisin ndërgjegjësimin e nxënësve për rëndësinë e vaksinimit dhe kujdesit ndaj shëndetit, duke i pajisur të rinjt me njohuri të sakta për parandalimin e sëmundjeve dhe për marrjen e vendimeve të përgjithshme për shëndetin e tyre. Atëherë pra, fillimisht le të flasim për këto infosesione, përmendëm pra më herët që keni marrë ligjërata me nxënësit e klasave të nënta, cili ka qenë interesimi, çka ku kanë qenë objektivat e këtyre infosesioneve? Interesimi i nxënësve ka qenë shumë i madh. Na si fillimisht kemi pas plan të marrim 2 sesione ose 3 ose një grumbull nxënësve që në klasë të nënta një moshë që është më e ndihshme. Mirë, po interesimi shumë i madh i tyre atëherë na kena filluar klasë për klasë kena hyrë. Interesimi ka qenë shumë i madh, kanë informata, nuk është që s'kanë informata, por nuk kanë informata ashtu që duhet, nuk kanë informata të sakta. Pyetjet e tyre janë shumë interesante, që na kanë shtyrë neve me kurreshje që kur kena shku klasën tjetër që na dhe më të përgatitura, se kurreshja e tyre, interesimi i tyre është shumë i madh. Nuk e kom prit që kanë me na prit në atë formë, se është një temë pak e ndihshme dhe është një moshë pak ma delikate dhe kom menduar që nuk kena me pas ashtu, po interesimi shumë i madh na kena vazhdu. Në shkollat e Fushë Kosovës e kemi marrë në shkollën Mihail Grameno, dikun 13 paralele, edhe në shkollën Selman Riza 5 paralele. Interesimi ka qenë jashtëzakonisht i madh. Informata kanë edhe s'kanë. Mirë, po pyetjet që i bëjshin një kur shumë interesante. Na përpos me nxënësa që kemi marrë ligjërata dhe sesione, kena marrë edhe sesione me gra. Na për fshatna, na për institucione, na për ku kena mujt, kena mbledh gratë, kemi bërë thirrje, edhe i kemi marrë. Jo veç fëmijët që kanë pas informata jo fort sakta dhe jo fort të paqarta, po edhe te gratë kanë dyshime dhe mosqartësia e informacionit. Kështu që ato sesione janë për mendimin tim, janë shumë efektive. Falni, përpos këtyne, na kemi bërë dhe shpërndarjen e kondomave. Faktikisht smundja, ligjërata u konë rreth smundjeve seksualisht transmisive, ku na automatikisht aty dhe i kemi njoftuar dhe i kemi shpërndarë kontraceptivët, kondoma domethënë, që janë fundacion kanadez, që na kanë ndihmuar asocioni për nëna dhe fëmijët, edhe kemi po shpërndarjen e tyre. Interesimi rreth kësaj teme është shumë i madh, edhe pse tena është pak mentaliteti dhe njerëzit presin me hap dikush këtë me diskutu, me marrë informacione, kështu që janë shumë të interesuar. Mësona grave që na kryesisht vetëm me gra kemi marrë sesione, edhe në për shkollat e klasat e nënta që janë në moshë pak më e ndihshme. Cili do të ishte mesazhi për Mos të ngorrojnë, të bëjnë pyetje, të interesohen për shëndetin e tyre, se shëndeti riprodhues është një shëndet primar, mos të them, po është një prej shëndeteve më me të rëndësi. Këto smundje dita ditës po rriten më shumë. Të mësohen, të dinë, të vetëdijsohen si më mbrojt për këtyre smundjeve. Na nuk mundem me ndalu, për shembull, kush me kon të ketë marrëdhënie, mirë, po duhet t'i njoftojmë rreth pasojave të këtyre smundjeve që janë. Efekte që i kanë këto smundje, që janë ngjitse, domethënë, edhe mënyra që të mbrohen. Kjo është mënyra më e mirë se na i njoftojmë se çysh ata të mbrohen. Çfarë forme ata duhet të mbrohen prej këtyre smundjeve, edhe si të kontrollohen këto smundje. Patyshim që më mirë është parandalimi se Mas mirë është parandalimi se trajtimi.
Disa ditë më parë në Prishtinë u mbajti një konferencë organizuar nga Action for Mothers and Children me qëllim sensibilizimin dhe informimin e publikut për rëndësinë e parandalimit, diagnostifikimit të hershëm dhe kujdesit të vazhdueshëm për shëndetjen. Tereza e cila po mbahet sot, po e përmbyll projektin 2 vjeçar të AMC-s të financuar nga Canadian Fund for Local Initiative, i cili ka pasur synim të ndërgjegjësoj, por edhe të ndërhyjë në mënyrë të targetuar që të rrisë njohuritë për sëmundjet seksualisht të transmetueshme tek të rinjt dhe të moshat e tjera më madhore. Projekti është përbërë nga shumë aktivitete. Kemi fillu spari me një hulumtim, me një vlerësim të situatës së sëmundjeve seksualisht të transmetueshme në Kosovë. Është bërë një hulumtim në të gjitha akterët, qoftë institucional publik, ashtu edhe në akterët e sektorit të OJQ-ve. Doktori, i cili ka përpilu raportin, ka ardhur në konkludim se sëmundjet seksualisht të transmetueshme në Kosovë po rritën, mirë po kemi shumë pengesa në raportimin e tyre. Ato raportohen nga klinika e ginekologjisë dhe nga klinika e dermatologjisë në Institutin Publik Shëndetësor të Kosovës. Mirë po kemi pengesa të raportimeve nga institucionet private. Ky ka qenë një ndër aktivitetet e para i cili është organizuar dhe është prezantuar pikërisht në një lloj treze të rrumbullakët sikur kjo e sotmja. Por pastaj kemi filluar me aktivitetet të tjera, kampanja ndërgjegjësuese me video, postime të ndryshme, kwize në rrjete sociale. Por çka është më e rëndësishmja, kemi punësu infermiere të certifikuara, të cilat pastaj kanë dhënë infosesione për nxënës të klasave të nënta në shkollat tona fillore. Mund të themi se kemi pas për qëllim që këto infosesionet i bëjmë në më pak klasë. Por nga interesimi i nxënësve në komunat e Fushë Kosovës dhe Obiliqit, kemi përfundu duke dhënë infosesione në shumë paralele. Dhe për këtë i falenderojmë shumë drejtarët e shkollave, të cilët kanë hapur dyert dhe pa asnjë paragjykim mbi temën të cilat kemi pas ta diskutojmë, kanë leju që kjo temë të diskutohet në mes profesionistit shëndetësor dhe nxënësve. Si aktivitete pasuese kanë qenë edhe intervenimet e targetume. Çfarë do të thotë intervenimet e targetume? Zbashku me buxhetin e CFL-is, AMC ka ngrit buxhetin edhe me fondet e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Dhe kemi bler pajisje elektrokauter, të cilat përdoren për trajtimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, siç janë kondilomat, dhe ato i kemi dërguar në gjitha spitalet rajonale të Kosovës, ndërsa 2 i kemi përqendruar në klinikat e QK-s. Me këtë kemi synuar që të prekim gjitha nivelet. Po e shihni, do të thotë njëherë një vlerësim i situatës, pastaj një kampanjë ndërgjegjësuese, ligjërata, sesione informuese tek nxënësit dhe më pas shpërndarja e elektrokautarëve në qendrat shëndetësore publike për të intervenuar në sanimin në trajtimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Dhe Tereza, e cila po mbahet sot, ka qëllim që t'i përmbledh gjitha këto aktivitete, por të paraqes edhe rezultatet e projektit. Përveç rezultateve, është shumë e rëndësishme që të hapim edhe një debat me aktarët pjesëmarrës në Terezë, të cilët janë nga Ministria e Shëndetësisë, niveli lokal, organizatat ndërkombëtare si UNFPA-ja dhe Instituti Publik Shëndetësor i Kosovës, të hapim një debat mbi nevojën e kampanjave të vazhdueshme ndërgjegjësuese për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, të cilat në radhë të parë mund të prekin të rinjt, mirë po pastaj edhe çdo moshë e cila është seksualisht aktive. Cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë shikuesit e radio televizionit të Kosovës, respektivisht për gjithë popullatën, pra të cilët ndoshta nuk kanë informata sa duhet për sëmundjet të seksualisht të transmetueshme? Shëndeti reproduktiv është një pjesë mjaft e ndjeshme, sikur e grave ashtu edhe burrave. Të rinjt pari duhet të flasin haptas, të mos i konsiderojnë tabu këto çështje, të pyesin profesionistët shëndetësor mbi dilemat e tyre,
dhe pastaj të përdorin mjete mbrojtëse në momentin kur hy në marrëdhënie seksuale. I gjithë projekti ka zgju një interes shumë të madh, do të thotë nga të rinjt. Kemi pas pyetje që kanë ardhur direkt në kanalet tona të rrjeteve sociale, pyetje të cilave ju kanë përgjigj pastaj mjekët dhe infermierët të angazhuar në projekt, dhe kemi pa që do të thotë 3 dhe 3 shprehin nevojën që edukata seksuale të përfshihet si lëndë edhe në shkolla. Një nga temat që merr vëmendje të veçantë është edhe hepatiti B, një nga infeksionet virale më të shpeshta që transmetohet përmes gjakut dhe marrëdhënieve seksuale, e cila nëse nuk zbulohet dhe trajtohet me kohë, mund të shkaktojë dëmtime serioze në mëlçi. Natyrisht kur jemi tek hepatiti B, për ata që nuk e dinë, ju e përmendëm më herët, por që në fillim mund të jetë simptomat shoqen këtë vonë. Për është inkubacioni, koha gjatë e inkubacionit. Çka saktësisht është hepatiti B? Për ata që kanë kuptuar tek masi kanë simptomat e para. Flasim pak në gjithësisht për hepatiti. Tash nëse marrim me fol për hepatitin B, e kisha ndërlidhur dhe infekcion me HIV, AIDS-in, të cilët rruga e marrjes është pothuajse e njëjtë, edhe për pasojatën pak më ndryshe dhe klinika është shumë më ndryshe. Te hepatiti B merret përmes kontaktit me gjakun e infektuar, të cilën kontakt mund të ta marrin përmes gjilpërave të pasterilizuara, gjë që në institucione është e pamundur, sepse tash me vite përdorim mjete për një përdorim, dhe në atë mënyrë është mundësia shumë e vogël e marrjes, por në komunitetin e të rinjve, përdorimi i drogave intravenoze, marrja e drogave me një gjilpër, apo ndoshta disa vetë, tash edhe ata janë vendisur, edhe ai komunitet është vendisur, marrin gjilpërat, i ndrojnë, por si manipulohet me ato, nuk është vetëm me qenë gjilpëra e pastër, po si e përdor atë, edhe marrja, domethënë kontakti me gjakun e papastër, gjakun e infektuar përmes gjilpërave në komunitetin e përdoruesve të drogave intravenoze, merret me sëmundje seksuale transmituese, veç sëmundje hyn në grupin e sëmundjeve seksuale transmituese, domethënë nëse njëri partner është i infektuar me hepatit B, mund ta bartë te partneri tjetër. Nëna shtatzon, nëse ka hepatitin B, ja bartë fëmijët në barkun e nënës, por nëse edhe ka mbrit ta evitoj këtë bartje, ndonjëherë nuk bartët, që është një përqindje shumë e vogël, atëherë edhe gjithënja. Apo edhe nëse nëna e ka bartë fetusit e fëmijë i vet infekcionin, bilem nuk duhet ta ushqej me gjithënje, që mos ta shtojë edhe më tepër virulencën. Domethënë edhe gjithënja është. Tjetër mundësi e marrjes është edhe përmes piercingut, tash kjo metodë shumë moderne tek të rinj që bëjnë piercing, bëjnë tatuja, edhe ajo është një rrugë që mundën me marr, por preket mëlçia. Pasoja është e preket mëlçia. Mëlçia është laboratori i organizmit, edhe një mëlçi e damtume është problem shumë i madh. Ashtu që duhet punuar shumë këtë drejtim. A janë të shërueshme Sëmundjet apo vetëm të menaxhueshme? Po, në kohët e fundit, me avansimin e mundësive diagnostike të hershme, edhe me avansimin e mënyrave të trajtimit, shumicën e rasteve janë sëmundje seksualisht transmetuese, janë edhe sëmundje tjera si sifilisit, cili po ashtu ka filluar prapë në numër të rritët, janë të menaxhueshme, janë të shërueshme, por shumicën edhe mbesin të pashërueshme. Te hepatiti B, nëse në 6 muajt e parë zbulohet infekcioni, mundësia e shërimit është më e madhe shumë. Por nëse zbulohet edhe më vonë, janë terapi të cilat janë bajagjit të kushtueshme, të cilat i mundëson Ministria jonë e Shëndetësisë, edhe përmes një plan programi nga klinika infektive merret ajo terapi, edhe ka mundësi shërimi, eliminimit virusit, apo të mbajtjes së organizmit në një gjendje të mirë për vite të tëra.
ndërsa te HIV-i, po ashtu është mënyra nëse zbulohet apo dyshohet nëse një, nuk themi akoma që është pacient, ai është ndoshta një person ka pas marrëdhënie me një person të dyshuar, i cili ka qenë HIV pozitiv, është terapia emergjente e mbrojtjes. Edhe ajo merret brenda 72 orëve prej raportit aksidental me thonë apo të qëllimshëm apo si ta quajmë. Edhe është një terapi e cila ofron mbrojtje goxha të mirë. Pastaj janë terapi të tjera antivirotike, po ashtu që janë shumë të kushtueshme, por që përmes ministrisë, përmes organizatës që merret me këta individ edhe në klinikën infektive i kemi disa agjencione kështu dhe që ofrojnë ndihmë edhe japin terapi. Por më e lira edhe më e mira është informimi edhe parandalimi. Edhe sensibilizimi i rinisë i qytetarëve në përgjithësi. Roli i ginekologut është shumë i rëndësishëm, sidomos te gratë në moshë riprodhuese dhe gjatë shtatzanisë, pasi kontrolli dhe testimi në kohë ndihmojnë në zbulimin e hershëm të infeksionit. Doktor, le të flasim pra pak për shajat ginekologjike, pra që duhet ta alarmojnë një grua që të drejtohet tek ginekologu. Pra ne ka flasim për sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Së pari do të themi se sëmundjet transmisive seksuale janë sëmundje të cilat mbarten në kontaktit seksual me gjak, si dhe sëmundje të cilat transmetohen prej nënës tek fetusi. Kisha pas të feshoj si tashish për ne me potencu cilat janë, sëmundjet transmisive seksuale dahen 3 grupet mëdha: bakteriale, virale dhe parazitare. Në grupën e sëmundjeve bakteriale bën pjesë llamidia, gonorrea, sifilisi. Në sëmundjet virale bën pjesë monopapilloma virusi, HIV ose SIDA si njihet në popull, dhe herpesi gjenital. Nëse në sëmundje parazitore është triomonasi. Të gjitha këto kanë shkaktarë. Në bazë të kategorizimeve kanë edhe shkaktarët e vet. Për shembull, bakterialet janë sëmundje që shkaktohen nga bakteriet. Llamidia nga llamidia traumatis, pastaj e kena sëmundjen e sifilisit si shënohet treponema pallidom dhe gonorrea nga Neisseria gonorrea. Viralet janë shkaktar virost, pikërisht për SIDA është imunodeficiencë akute aktive, pastaj kena sëmundjen e monopapilloma virus që është virus të grupës të papillome, herpesi genitalis, herpes zoster, edhe tek triomonaza kemi parazitin triomonas vaginalis. Doktor, a le të flasim pak, se da përshto se nga mikrofoni zhurmë, a le të flasim pak për simptomat e gjitha këtyre sëmundjeve që ju në shqipë? Natyrisht, është e natyrshme, po shumica e këtyre sëmundjeve dhojnë simptoma pavarësisht gati si të pravarta tek sëmundje. Për shembull, llamidia dhe me kon kanë erhan simptomatike, edhe dhe me dhon probleme tek të mëvashme. Këto sëmundje tjera kanë pothuajse simptomat gati si të veçanta, po në grup të gjithë përbashkët e kanë. Gonorrea është një sëmundje e cilë për shembull po shkojnë tek këto që kanë qenë pak më të shpeshta dhe janë tamam transmisive seksuale. Gonorrea është një sëmundje që ka sekrecion purulent me erë, krurje, dizori ose djegje gjatë aktit të urinimit edhe ertkese, kështu pacienti ja humbur atin, dit me thonë edhe dhimbje fundit barkut, mirë po thjesht pacienti ja shes që ka humbur atin. Tek sifilisi kemi sëmundje të cilat fillojnë kanjëherë me një ulcer, me një krurje, skuqje, ulcere deri tek shkalla e parë 2-3, deri tek shkalla e 3 që është shkalla më e lartë e infeksionit. Edhe tek sëmundjet virale janë sëmundjet që dinë me dhonë skuqje, krurje, ose pruritus, djeksem, pastaj ekzem në organe gjenitale, thjesht janë sëmundje të cilat gjithmonë ndojnë disa shenja dhe natyrisht e orientojnë pacientin që të kërkojnë ndihmë tek mjeku, qoftë i mjekësisë familjare ose specialistët e infektivës ose të ginekologut.
Doktor, e përmendet pra human papilloma virusi. Edhe tash kohëve të fundit të vaksina ndër HPV-s ka nisë pra të jepet edhe nëpër shkolla. Është një gjë shumë e mirë, është një benefit shumë i madh si për grup moshat të cilat i atakojnë, nëse jepen, po edhe si armë e kombit tonë, është një gjë shumë e mirë, është e preferueshme të merren edhe është është një mbrojtje shumë e mirë e gjeneratave që vijnë. Se është një virus i pa parashikuar, është një virus relativisht i cili ka probleme tek vajzat ose tek gjeneratet e reja, tek rinia. Është një virus i paparashikueshëm, për të flas, infeksionet e tij janë ndonjëherë zakonisht vijnë gjatë kontaktit seksual, ndrimi partnerëve, mos përdorimi i masave mbrojtëse, ndrimi partnerëve ose me partner shumë, po kanë erdhën tjetë edhe kontakt, shkak të banjeve ose thjesht vjen kontakt fizik. Rëndësia e informimit, testimit në kohë dhe vaksinimit për parandalimin e infeksioneve si hepatiti B dhe sëmundjeve të tjera seksualisht të transmetueshme është jetike. Kujdesi për shëndetin seksual, shmangja e vetmjekimit dhe konsultimi i rregullt me mjekun mbeten hapat më të sigurt për mbrojtjen e shëndetit individual dhe të partnerit. Së pari fillon me gjeneratat më të ndjeshme, me rinin tonë, e cila është rinie e shëndetshme, të ruajnë shëndetin, edhe të dëgjojnë këshillat, sepse ka shumë organizata jo qeveritare që veprojnë dhe bashkëpunojnë me rinin tonë. Së pari ata janë edhe këshillat, sepse edhe nëpër shkolla, veç ka filluar lënda e edukimit, ti marrin ato seriozisht, ti ikin shprehive të këqija, edhe të ruajnë shëndetin me kontrolla nëse më të shpeshta, në çdo dyshim më i vogël, pa hezitim të shkohet të kërkohet kontrolla mjekësore. Tek ne akoma nuk janë bërë ato këshillimore, nuk kemi shumë këshillimore, ku kishte me qenë rinia me shku pa hezitim me kërku ndihmën apo këshillën. Përkundër sepse nëse vjen tek një mjek me kërku, aty tek dera ka me prit edhe pacienti i sëmur, edhe i moshur, edhe kemi këtë edukimin tonë se shka kërkon ky i riu këtu, te dera ginekologut, apo te dera infektologut, apo sidomos te HIV AIDS, domethënë cili shkon aty, patjetër është i sëmur. Duhet të shkoj edhe i shëndoshit të kërkoj këshillën apo informatën, por duhet me veprunat me pas këshillimore më të qasshme për rinin, ata ku mund të marrin informatat edhe sensibilizimi përmes emisioneve, përmes pjesëmarrjes së rinis në debate të ndryshme, edhe ka shumë për të bërë. Është shumë e rastishme që ndrim të përdoret metodat mbrojtëse, sidomos për gjeneratat e reja të përdoren prezervativ në rast që kanë ndrimet kontakteve seksuale, të bëhet screeningu ose hudumtimi sistematik, përdoret edhe ata të cilët janë të infektuar, përdoret terapi, edhe natyrisht të janë më të kujdesshëm edhe të kenë me dije që sëmundjet transmisive seksuale nuk është dy, por janë ende kësaj. Pra, shëndeti seksual kërkon vetdije, komunikim dhe kontrolle të rregullta. Mos harroni se parandalimi dhe diagnostifikimi në kohë bëjnë ndryshimin. Ju falenderit që na ndoqët dhe mirupafshim në edicionin radhës.